Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar thot: a menduan njerëzit se do të lihen të lirë të thonë ne jemi besimtar, ne i besojmë Zotit, ne jemi musliman dhe ata nuk do të sprovohen? Ju e dini fare mirë ngjarjen e mbylljes së muslimanëve në pronat e Abu Talibit si ndëshkim dhe sprov në të njëjtën kohë, ndëshkim nga Kurejshët dhe sprov nga Allahu Gjelle Gjelalu. Ata menduan se profeti me shokët e tij, madje bashkë me fisin e tij, kushdo që ndihmon qoftë dhe nëse nuk është besimtar, siç ishte Abu Talibi, ju meritoni që ndroni gjithë në një vend dhe s'keni punë me ne. Embargo totale. Me se do t'jetonin, me çfarë do t'jetonin ata njerëz, nuk është përgjegjësia jonë. Tërhiqu nga feja jote, tërhiqu nga besimi dhe je i lirë të jetosh. Këtë sprov e mori përsipër pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ashtu dhe shokët e tij. E mori përsipër për çudi dhe Abu Talibi që ishte xhaxha i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe nuk ishte besimtar. Ndërkohë Allahu Gjelle Gjelalu na mëson pastaj që konceptin e sprovës njeriu si duhet ta pres fillimisht, si duhet ta pranoj, si duhet ta menaxhoj dhe si duhet që të kthehet po ashtu tek Zoti duke ditur se çdo gjë është prej Zotit. Në sprova të ndryshme, nëse i kthehesh Zotit, atëherë shpërblimi nga Allahu do të jetë shumë i madh. Nëse nuk kthehesh tek Zoti, sprova mund zmadhohet, mund të vinë dhe sprova të tjera, mund të kalosh jetën me sprova dhe nuk ka sprovë më të madhe dhe fatkeqësi më të madhe se sa ne të harrojmë Zotin ton.